Ky podcast është prodhim I Onovos. Sot kam kënaqësinë të kem të ftuar një grua që pasionin për jetën, skenën dhe disiplinën, por edhe të rilindurit të saj e ka me një forcë jashtëzakonisht të madhe. Enada Hoxha, balerin, nën dhe njëkohësisht një emociona që bukur në skenë sa herë del ne emocionojmë vërtet. Sot na vit na flasit për veten, për kujdesin që kushton ajo vetes së saj, për besimet që ka, raportin me të birin, me të motrën, e shumë detaje të tjera që do t'i zbulojmë, por në fakt jam e sigurt që mbas kësaj interviste, mbas kësaj bisede më mirë themi, do t'jetë një frymëzim shumë I madh për të gjitha gratë që do të dëgjojnë. Përshëndetje. Mirë se na erdhe. Faleminderit për ftesën, me shumë kënaqësi. Si ndihesh? Si erdhi 2026 për ty? Mendoj që me një energji të mirë, me objektiva të përcaktuara mirë nga unë për të bërë gjëra të bukura, gjëra të mira, në shërbim të vetes, në shërbim të familjes, po pse jo edhe të ambientit ku rri, ku punoj. Jam gati. Emocionove? Jo, dëgjoj, por unë jam natyrë që emocionohem për çdo gjë që them, për çdo gjë që bëj, për çdo gjë që krijoj, për gjithçka. Ndoshta emocioni më bën edhe kur jam me njerëz mirë, pastaj me një mike si ty. Kur je përpara njerëzve, publikut, apo ata që më dëgjojnë, që më shikojnë, patjetër që është emocion. Kam përgjegjësi përpara tyre, edhe mendoj që kjo krijon të emocionin ke të tjerët apo dhe ke vetja ime. Në fakt nuk do të jetë një intervistë kaq e thjeshtë mendoj unë, sepse do unë kam po, edhe pse, sepse në momentin që e njeh një person dhe ne jemi mikesha, ndoshta bëshësia bëhet më shumë e madhe se sa momentin që ti ke një personazh të panjohur. Ndërsa kur e njeh do të futesh patjetër dhe anën subjektive tënde deri diku. Në vërtet, është edhe ajo tjetra që nuk I thua dot jo. Nada, ky emocion ty vet, po thras Nada tani më që se ne ndihemi, por ky emocion të ndjek, vazhdon të ndjek në skenë edhe sot e kësaj dite pas sa vitesh? Pas 30 viteve karrierë. Pas 30 vitesh. Po themi 30 vite në teatr, por ka filluar që në vogëli. Unë si natyrë jam natyrë emocionale, që çdo gjë e përjetoj me emocion të madh. I me motrë ma vë shumë në duke të gjithë familjarët, po I me motrë tashmë që më ndjek në çdo projekt edhe është të themi krau imediat, frymëzim në gjithë shka, më thotë duhet me patjetër të ndryshosh disi, sepse njeriu karakteri nuk ndryshon, por gjithsesi duhet fillosh të përballosh gjërat më lehtë, tashmë vitet kanë bërë të vetën, ti duhet të shikosh gjërat më ndryshe, por që ka e pamundur. Përkundrazi emocioni shtohet, ndjesitë bëhen akoma më të forta. Gjithçka që unë si jam rritur, ashtu dua ta përçoj edhe me njerëzit që punoj, por edhe me tim bir. Pra janë gjëra që nuk largohen kur nga ty, o do të qëndrojnë me ty, o do rriten, o transformohen, marrin një formë ndryshme në momente të ndryshme të jetës. E keni nisur që në janar me sa di pjesën artistike të shfaqjeve? Ka pasur? Po, teatri nisi me një gala, një mbrëmje gala, në të cilën mora pjesë, kërceva një koreografi time, e bëra apostafat për këtë mbrëmje. Unë ndjeva mirë, kam shumë dëshirë për të qenë në skenë sa më shpesh jetë e mundur. Nuk e di, skena është vendi ku unë gjej qetësi, ku unë gjej emocionin që më përmbush, gjej veten, gjej lumturi. Jam e lumtur, nëse unë jam në skenë, jam njeriu më I lumtur në botë. Thonë në fakt që raporti që njeriu vendos me profesionin e tij, me karrierën e tij, ndonjëherë është I ngjashëm dhe me atë që vendos me një partner, me një njerëz të jetës së tij. A ka qenë ky raport yt, marrëdhënia jote me profesionin, edhe dashuri, edhe urrëtie të themi, ndër këto 30 vite të themi? Po ti nëse mban mend, kur komunikuam bashkë që më urove për shfaqjen dhe që the
dua të shikoj gjithmonë në skenë dhe tash unë atë skenë dua pafund, por në të njëjtën kohë më bën edhe të vuaj. Do thonë njerëzit, pse të vuash? Po, unë e hiperbolizoj pakës këtë fjalën sepse për të qenë në skenë do një mund të madh, do sakrificë, do përgjegjësi të madhe, duke nisur që nga puna që bën ti krijuese, që nga puna me lëvizjet pra për të qenë ti në formë, nga puna me partnerin që kërcen, që nga kostumet, e gjithë çka luku, pra këto duhet të harmonizuar. Duhet të harmonizuar, pra ti vetëm punon për këtë gjë, vetëm mendon për këtë gjë, nuk të zëgjumi natën, çohesh po me këtë idenë që do të dalësh sa më mirë në skenë, dhe brenda vetes tënde bëhet një vuajtje e madhe, por për mua është një vuajtje e bukur, Pra unë çdo gjë që bëj, edhe pse më bën nganjëherë që të themi të vuaj, unë e bëj me konsciencë të plot, pra më pëlqen kjo gjë se pas më pëlqen të vuaj. Më pëlqen të vuaj për pjesën lodhje të bukur, pra impenjimi të bukur, në fund fare ti merr ato duartërkitjet e publikut, që është gjëja më e mrekullueshme që mund t'i ndodhi një artisti. Dhe unë doja që, me thënë, të mbyllet ai sipar dhe të hapet prapë dhe vetëm të jetoj me duartërkitjet edhe me dashamirësinë e publikut. Jam kurioze në fakt dhe mendoj që ti je nga ato personazhe të rradha në Shqipëri dhe balerina të rradha në disiplinën e saj që bën, që nuk ke vetëm një fans. Raportet e tua me pikërisht me njerëzit që të duan, si reagon ti kur të ndalojnë, qoftë edhe për të marrë një përqafim, për të përshëndetur dhe për të thënë një kompliment, vazhdojnë të jenë të njëjtat? Apo janë forcuar më shumë kohë të fundit? Jo, vazhdojnë të jenë të njëjtat, varet nga daljet e mia. Megjithatë mua s'më ka munguar asnjëherë dashamirësia e publikut, edhe të njerëzve që më ndalojnë, që janë të përditshëm. Madje ka dhe njerëz që duan të pyesin për diçka dhe kur shikojnë që që ka nada dhe fillojnë me atë dashamirësinë e tyre të përqafojnë unë kam kënaqësi, nuk jam larguar asnjëherë, nuk kam bërë asnjëherë sikur si kam parë apo dëgjuar njerëz që kanë dashur të më ndalojnë, apo ata që më shkruajnë, i kthej përgjigje çdo mesazhi, sa çdo njeriu t'i bën shumë përshtypje, madje edhe më thjesht për te skenës. Po, në fund të fundit, jam njeri si gjithë të tjerët. Nëse më ka bërë pakës së veçantë për të tjerët skena, nuk e di, por unë jam si gjithë të tjerët, nuk kam asnjë ndryshim. Jam një nënë si gjithë nënat e tjera, jam një grua si çdo grua tjetër, që mbaroj punën, kthehem në shtëpi, dua të bëj punët e shtëpisë, më pëlqen të bëj, të gatuaj, të laj, të pastroj. Jam mos e normale. Ndaj pak të gatimit, me qënë se hape këtë pjesë... Të bëj pazare. Të bësh pazare. Po që pazare të shkruesisht? Jo shopping gocash bese? Jo, t'i lëm këto gjërat, mua më pëlqen të bëj pazare tamam për shtëpi. Të blej zerzavatet, po çdo ushqim që i duhet shtëpisë, pas ato baziket, dhe pastaj çdo të përditshme janë pafund që unë blej për të mirëmbajtur veten time, për ato gjëra që bëjnë mirë, por edhe për familjen. Nuk mungojnë asnjëherë frutat dhe zerzavatet, nuk mungon lëngu i mishit, të themi kockave, unë mishin nuk e konsumoj, por her pas here lëngun e kockave. E pi, apo e përdor në pjesën e supës? E pi. Pjesëtarët e tjerë të familjes që e bëjnë supë, po unë gjithmonë do ta marr ashtu siç është. Pastaj jam e tepër e fokusuar shumë rrallë vezën, shumë rrallë, dhe unë jam vetëm fruta, zerzavate. Pra shife sa të pakët e kam unë dietën time, por unë diem shumë mirë. Donada, sa unë kur dal me ty e kam vështirësi. E kemi hasur këtë vështirësi jo vetëm në Shqipëri, por dhe jashtë. Madje mua më kam mbetur në mendje dhe e kam thënë që nuk e kam pritur reagimin e Santës të tillë, sepse reagove kaq të themi ashpër, sa ti nuk po e kuptoje dot që ne të ishim në një restoran dhe ti të konsumoje ushqim dhe unë jo. Ja, e kisha të pamundur me thënë, kështu që e lash. Me të tjerët nuk e kam problem fare, jam mësuar dhe unë nuk vjem në sikletë nëse dikush tjetër konsumon diçka përpara meje, dhe unë dua të jem komod në timen, pra të mirë kuptohem, siç edhe unë i mirë kuptoj. Gjithsesi e kompensoj Gjardini, ka ngrënë 3 akullore në Rom. Kam bërë një gabim shumë të madh. Se ç'ndodhi? Po sepse dihet që sheqeri nuk bën mirë për trupin. Gjithsesi ndonjëherë edhe mund ta
Po, patjetër, duhet ja toleroj vetes disa gjëra. Ti e mirë kuptuar sepse ti ke një profesion që dashur pa dashur dhe më bëhet shumë qefi që shoh një grua sot e cila vazhdon të ruaj linjat jo vetëm për veten e saj, por edhe për presin e profesionit. Se është shumë e rëndësishme që të shikojmë një siluetë të bukur në skenë. Kjo është e vërtetë. Përveç faktit që të bësh shumë mirë për organizmin. Unë mendoj përveç se për aq gjatë sa do të jem në profesion, duhet jem patjetër ajo Enada që kam qenë. Duhet të respektoj si veten, pa ashtu edhe publikun që vjen të më shohë, pra nuk do të shikoj më një balerinë që transformohet për shkak të viteve dhe të moshës, por mbi të gjitha për kujdesjen ndaj shëndetit tim, pra që unë të jetoj shëndetshëm, të mos kem problem. Dhe fakti tregon që unë duke ushqyer në këtë formën time, kjo është një zgjedhje ime. Po pra, e ke bërë zgjedhjen vet? Po, unë mendoj se çdo person arrin, do të thënë të bëj një edukat të tillë ushqimore në bazë të trupit, e kupton vetë njeriu. Unë e kam kuptuar dhe pse shumë pak kam konsumuar ndër vite, unë mendoj që kam patur një fuqi të jashtëzakonshme dhe unë tash po e kuptoj që po bëj fasting shumë më gjatë se çdo herë tjetër dhe kam fuqi, ndihem shumë mirë, kam shumë rezultat dhe mendoj që kjo ka qenë edhe rezultati ndër vite që unë kam ngrënë pak, por fuqia ka qenë sepse kam marrë gjërat e duhura të trupit. Dhe unë jam shumë mirë shëndetshëm, unë nuk vuaj nga asnjë gjë, do të thënë të them me gjëra të vogla, që çdo njeri ka. Jam gjithmonë që kontrollohem, ndiqem nga një person që i besoj. Kështu që as nuk smurem, nuk më zas në ndonjë grip, se tash si po mburremi përpara të tjerë, por e them këtë gjë që njerëzit të ndërgjegjësohen ke vetja e tyre. Pra unë mendoj që një ushqim i mirë i largon ata nga çdo sëmundje, qoftë edhe nga një grip i thjeshtë. Pra çdo grip që neve hasim është një inflamacion në trup. Pra nuk e ka fajin as i ftohti, unë kam punuar në të ftohtë, sepse puna e ka dashur të bëjmë xhirime të ndryshme në të ftohtë në acar dhe unë nuk jam smurur asnjëherë. Pra kjo ma kanë konfirmuar që ushqimi i mirë të bën që trupi të jetë rezistent ndaj çdo gjëje. I konsumon të 3 vaktet? Jo. Unë çojmë në mëngjes me një gotë ujë që e të ngrohtë gjithmonë të vakët, por do të jetë me gjëra të ndryshme brenda. O do të jetë vetëm shilaxhit, o do të jetë vetëm ujë limon, o do të jetë ujë limon edhe piper të kuq, pra janë ca gjëra që janë të Enadës. Po të dëgjojmë se është mirë, me thënë drejtën, dhe ndoshta për disa njerëz thonë kjo, janë këto që merr kjo. Pastaj në drek kur kthehem nga puna, varet nga orari, gjithmonë do ta nis me disa fruta, të cilat mund t'i gri ose mund t'i ha, do me thënë si them, frut tamam, do me thënë të pa prerë dhe pra sepse ashtu mendohet që është akoma më mirë për trupin dhe më pas do të marr një protein, me thënë një ushqim që të jetë protein, sepse pikërisht vitamina D3, vaj peshkut, disa gjëra tjera, po them këto më bazike që njerëzit njohin, sepse unë marr ca gjëra që njerëzit nuk i njohin, të cilat duhen patjetër konsumuar me protein, pra të ketë pakës i ndyrë brenda, vajin e ullirit, dhe o do të jetë një sallatë, ose do të jetë një gjë shumë e lehtë ose edhe një gjellë me zarzavate. Dhe asgjë tjetër. Dhe më pas unë e ndërpres dhe nuk ka fare darkë. Eliminon. Dhe jam gjatë gjithë kohës me çaj jeshil, me matcha. Me kafe? Nuk është se nuk konsumoj as kafe, as një lloj pije. Pijet me gaz as nuk bëjmë fjalë. Nuk konsumoj as verë, as birë, as gjë. Nuk je fare për jetë natë? Unë mund t'jem për jetë natë nëse do të dalë, sepse as jetë natë, që do të dalë me një shoqëri të mirë, por nuk konsumoj asgjë. Nuk konsumon asgjë. Po jam shumë rehatë, njerëzit ndoshta vjen siklet pinë, unë nuk më bën përshtypje fare. Unë kërcej, nëse do të jetë një ambient që do kërcejmë, festoj, por nuk e ndjej fare të nevojshme që të jetë patjetër një pije që mua të më bëj e vërtet.
Unë njohot me Nadën në lidhje me... Prap shumë pak, sepse... Po, jam e sigurt që nuk e ke thënë ke plot nga icebergu jot që duhet të zbulojmë rreth që trupi im domethënë funksionon shumë mirë. Por ti e ke gjetur formulat vetes, të themi. Ja kam gjetur vetes. Në lidhje me suplementet, me vitaminat, se përmonde pak a shumë. Po, kam shumë. I përdorë? I përdor, por janë gjëra që të tëra janë në funksion, patjetër, që janë në funksion të rigjenerimit të qelizave dhe në funksion të organeve, pra më specifike, sepse në bazë të analizave, unë kam kuptuar, ose personi që mua më ndjek, ka kuptuar se për çfarë jam e predispozuar dhe çfarë duhet, domethënë që trupi im të jetë gjithmonë në formën më të mirë, qoftë fizike, por qoftë edhe... Po në lidhje me stresin, si e përballon ti gjithë stresin e ditës, dashur pa dashur? Çuditërisht unë në natyrën time, sa që jam natyrë që lë përshtypje të tjerëve që kjo stresohet në maksimumi, merr çdo gjëra me stres, unë po ashtu e lë stresin të kaloj. Ke punuar me veten, besoj ke arritur në një pikë që ti ndër vite njeriu dhe ndër vite njeriu po, do të thënë kam qenë ndryshe dhe më pas, do të thënë pas lindjes së djalit kam ndryshuar komplet. E kam kuptuar që jeta nuk merret më me ububu, çdo gjë që është shkruar do të ndodhi dhe ti mund të mundohesh për shumë gjëra të bësh e të arrish, por çdo gjë është... Beson ti Nada vetë në... Besoj, po besoj në mënyrën time, Santa. Nuk besoj që duhet shkosh ke dikush edhe duhet t'i lutesh atij personi me patjetër sikur do t'i japi ai zgjidhjen. Patjetër që besoj që ka një Zot, sepse gjithë këto mrekulli që ne kemi parë, gjithë kjo botë që është krijuar, nuk është e rastësishme. Dhe besoj në mënyrën time, lutem në mënyrën time, kam mësuar edhe djalin që në vogëli të lutet edhe ai bën ato ritualin e vet me veten e tij dhe mua më pëlqen që njerëzit duhet të mësojnë të kuptojnë. Unë mendoj që kur beson vetëm mirë ka. E vërtet është. Vetëm ndikim të mirë ka. Çfarë mendon ti tani që është rritur dhe sa vjeç bën? Roani për pak bën 18. 18 vite. 18 vite që një investim i madh në anën profesionale të tij në futboll, me sa kam parë. Po. Është një adoleshent tashmë me këmbë në tokë, një adoleshent që kërkon të jetë i lirë në këtë moment si të gjithë djemtë e kësaj moshe. Më pëlqen që po i bën zgjedhjet vet dhe po kërkon të gjej veten vet, nuk kërkon ndihmë absolute nga prindrit, na ka suport. I dëgjon ato këshillat tona edhe pse në këtë moshë të tërë ti e di vetë se ke djalë, nuk kanë dëshirë ti këshillosh shumë, por mendoj që diçka do mbetet nga gjithë ato këshilla që... E sigurt. I thuhet, më pëlqen ta lë të lirë, bëj atë nënën që hera herës bëj sikur s'kuptoj, sikur s'dëgjoj, se kam parim të jetës time këtë. Por kjo ka bërë mirë sepse i kam dhënë atij një liri, ka dhe liri dhe kontroll Roani. Dhe kjo gjë e mos e kput dhe ai e ka kuptuar shumë mirë dhe është një djalë që po i paraprin të gjithë gjës vet. Çdo gjë që do të bëj tashmë në jetë i kërkon vet, i gjen vet, neve na vën na informon dhe thot jeni suport për këtë gjë apo jo, si mendoni apo jo. Dhe mua kjo më pëlqen, po kërkon të bëj gjën që ndërron vet. Pa dashur dhe po e përsëris, nuk do ndihmën tonë absolute, duke ditur që si personazh publik të ketë suport. Thot, për mua në këtë pikë, domethënë jetës time nuk dua të ekzistojë asnjëri, po dua të ekzistojë Roani dhe askush tjetër. Ai ka marrë përsipër veten e tij që kaq i vogël them. Mendoj që është gjëja më e mirë ti e ke eksperiencë djalin, të rriten vet, të rriten të fortë, i bëjmë ballë jetës. Neve si prindër na takon ti mbështesim, ti këshillojmë, po deri këtu. Dhe vetëm ti hapim rrugën dhe rrugën e tyre duhet ta gjejmë vet. Ka ndodhur një gjë gjëta me prindërit e tu në momentin që ti morë përsipër të... Në kohën tonë ka qenë pakës më ndryshe. Por të them të drejtën, më kanë mbështetur në pasionin tim, sidomos i madh që nuk ka dashur asnjëherë që unë të bëhem artiste sepse punonte vetë me artin. Nuk e pata asnjëherë mbështetje, pra siç mund të bënte për të tjerët, me njohjet që kishte, më ka lënë të çaj vet. Dhe unë për këtë jam e lumtur sot që çdo gjë e kam arritur vet.
me forcat e mia, pa i kërkuar ndihmë askujt dhe vazhdoj të mos i kërkoj ndihmë askujt. Kam shumë njohje dhe nuk i kërkoj askujt asnjë gjë. Sigurisht, siç jam vetes falenderuese, jam falenderuese edhe njerëzve që më kanë dashur, kanë suportuar, kanë besuar ke unë, siç kanë qenë koreografi Agrona Liaj, edhe shumë koreografë tjerë që unë kam punuar. Shumë drejtuesve, e mbi të gjitha vlen për të përmendur Zhani Cikon. Dhe kam support akoma sot e kësaj dite. Është një njeri që si një artist i madh me vlera të jashtëzakonshme, janë nga ata artistë që vjen një herë në 1 milion, që vetëm mëson dhe besimi që më ka dhënë ai në vite përpara kur unë isha më e re dhe jo më tani, dhe nuk ndodh asnjëherë që unë të jap sot një shfaqje të mos jetë prezent, mos më marrë në telefon, të më japi urimin e tij, të më japi forcë, të më japi akoma besim në veten, sepse kam nevojë për këshillat e tija, dhe ai është gjithmonë. Gjithmonë. Por kjo nuk do të thoja që unë nuk do të jem kur më njos edhe drejtuesve të tjerë, edhe pse brenda vetes ke unë mund të ketë patur gjëra që nuk kemi rënë dakord, por diçka të mirë e kanë lënë, e kanë bërë. Kështu që unë prapë si në të mirë dhe në të keq jam mirënjohës, sepse e mira më ka bërë të ndihem mirë e vlerësuar edhe më kanë dhënë forcë, por dhe ata që hera herës më kanë nxjerrë ndonjë pengesë, më kanë bërë të ringrihem dhe të bëjmë akoma dhe më fort. Pra në të dyja anët për mua kanë vlejtur. Unë jam natyrë që mbaj raporte të mira me të gjithë, nuk prish asnjë raport me askënd. Ke shoqe të ngushta ti, Nada? Se më qenë se I kam patur, se dhe ndoshta nga profesioni në njëherë koha nuk gjendet të mjaftueshme. Kam jashtë teatrit, shoqe të ngushta. Por kam kolege të mira, kam një dy të ngushta që mund t'i quaj, kolege të mira, të cilat unë quaj kolege të mira kur të mbështesin në ditë të mira dhe në ditë të vështira. Jo kolege që të mbështesin se kanë interes të jenë pjesë e shfaqjeve tua, apo pse Nada është në teatr një figurë, por kolege që e thonë pa frikë përballë çdo kujt, flasin mirë për ty, e thonë atë çfarë është, e thonë hapur dhe bukur atë çfarë ndjen për ty. Kjo është jo një kolegi që ri e fshehur edhe që do vetëm të dali apo të jetë e jotja ku ka një lloj interesi. Kjo, megjithatë, unë mbaj raporte të mira me të tërë dhe siç e kam thënë në çdo intervistë që mendoj që e gëzoj respektin nga të gjithë. Por dhe ato nga ana ime e kanë të gjithë dashamirësinë time. Je njëri që jep, domethënë. Jap, edhe pse duken selektive, vështirë ka me kompromiset. Duhet jetë një kompromis që nuk prish punë që unë mund të bëj. Në profesion nuk e pranoj kur. Duhet jetë shumë e vërtetë, është një profesion që është i dukshëm. Unë jam shumë e hapur edhe me të rinjt. E them çdo ditë ka talente pafund, kemi në teatr. Më bëhet qefi për të. Balerinë shumë të talentuar, por që duhet të punojnë fort. Edhe ata që i drejtojnë, që na drejtojnë, duhet të punojnë fort me ta. Sepse janë vërtet talente që nuk duhet humbasin. Duhet punojnë dhe ata vetë, sepse dikur nuk është se na i kanë dhuruar. Personalisht, unë e kam fituar me djers, e kam kërkuar. Me djers e me gjak bashkë, mendoj. Sepse do gjakosesh, është e vërtet. Por e kam kërkuar vëmendjen e koreografit, por nuk vëmendjen e koreografit nuk mund ta kërkosh rastësisht, pse se do të jesh i protagonist, do ta kërkosh me punë. Dhe në këtë sens e them kam kërkuar vëmendjen e koreografët për treguar veten time. Që dua të jap, dua të bëj, dua të jem. Sikundër jam edhe shumë, sikundër dhe jam shumë konsciente për një gjë që unë nuk e bëj dot mirë, në çfarëdo lloj aspekti, por dhe në fushën time, unë thërriqem edhe nuk marr pjesë. Unë pra marr pjesë aty kur e shikoj veten që unë bëj gjën time më të mirë. Të janë ofruar ty për shumë nga ana televizive ndonjë projekt, i cili mund të ishte edhe në rolin e drejtueses së programit. Po të marrë pjesën që ti the, kompromis të bëj vetëm me një gjë e cila mund të deri diku është nga ana profesionale. Po jo, gjëra kur për shembull nuk i prish punë as personit me të cilin ti e bën kompromisin, por as me mua si artiste, sepse në fund të fundit kur unë them që kjo gjë nuk vlen, nuk mund të them që vlen
se dua t'i bëj qefin dikujt, është e dukshme. Për mua është më mirë t'ja thuash të vërtetën, sidomos në art, t'i thuash të vërtetën që ti nuk e bën, dhe unë kështu kam vepruar me të tërë ata që kanë ardhur të më marrin një mendim. E kam thënë, bëhet, nuk bëhet, dhe vërteta shu ka dalë, kur kam thënë që ky person nuk ka për të bërë, nuk ka dalë. Pra, është kohë të arrisësht me ëndra, sepse është një profesion që do shumë punë, do shumë sakrifica, është një profesion që ti do sakrifikosh jetën në të gjitha aspektet, dhe në fund fare nuk arrin të bëhesh. Pra, çdo njeri duhet të ketë një ambicie në fund, jo të dalë në skenë, po si të dalësh në skenë. Dhe si ta mbaj skenën. Si ta mbaj skenën. Që të vinë të gjithë spektatorët për mua, kur e shohin që është një shfaqje. Kjo është. Me thënë, ky është sekreti i gjës. Puna arsye bën se të gjithë sot kërcejnë, të gjithë sot aktrojnë, të gjithë sot këndojnë, por si këndon? Dhe prandaj është ai dikush i sot. Nuk është rastësisht dikush. Më lindi një pyetje tani, mendon që në gjithë profesionin që ka lidhje me artin mungon një kritike vërtet? Gjithmonë ka munguar. Gjithmonë. Dëshiku ka hyrë në gazetari. Gjithmonë ka munguar. Artisti duhet jetë unik. Në atë të vetin. Prandaj dhe kur ajo dalja jote në skenë duhet jetë kaq e veçantë, dhe siç thash edhe më parë, jo rastësisht ti dallohesh, jo rastësisht ti tërheq vëmendjen e të tjerëve, jo rastësisht ti merr duar trokitjet. Pra ka diçka që patjetër e bën të veçantë, e bën të veçantë. Nëse ti nuk do të bëhesh balerin, çfarë do ishe sot? Çfarë mendon, çfarë profesioni mund të gjithë? Mendoj që çdo gjë do kishte lidhje me artin. Përsëri do ishe në art? Dikur ëndërroja të bëhesha patinatore. Balet në akull. Më pëlqen shumë. I kam ndjekur vite më përpara, kështu në mënyrë rigoroze. Nuk lija asnjë kampionat që jepeshe në televizor pa i ndjekur. Edhe mbaj mend në shkollë, gjithë librat e mia ishin të shkruar me emrat e tyre. Në fund të librit, edhe ndërroja veten. Ato thoja e kanë më të thjesht për të bërë xhirot, për të rrotulluar shumë herë, sepse i ndihmon akulli e këto. Edhe imagjinoja veten në balet se si mundesh domethënë të xhirosh pafundet, që ne i themi pirueta. Pra më ka bërë, ai profesion ka bërë shumë të ndërroj. Krijojnë figura shumë të bukura artistike në akull. Dhe që atëherë kam ndëruar që gjithmonë kërcimet e mia ose pika ime më e fortë ishte në çift, pra kur kërcehet në çift. Sepse në çift i krijon figura shumë të bukura sesa kur kërcen vetëm, pavarësisht se të kërcyerit vetëm edhe ajo është një teknikë, është sfidë. Normale, sepse ke gjithë vëmendjen tek vetja jote, duhet të kesh një teknikë absolute për të treguar, duhet të jenë të përkryera. Kurse në çift ka tjetër gjë komplete. Harmonizohet, edhe gabime ndoshta ndonjëherë. Bravo. E gjen pastaj forcën, mbështetjen ke partneri dhe anasjelltas për çdo gjë, krijon figura shumë bukura. Tani në fakt je në një fazë tjetër të jetës, sepse sa po ke hapur studion tënde, sa u bë një vit? U bë një vit. U bë një vit që ti merresh me fëmijë fare të vegjël që kanë atë dëshirën për të marrë me balet. Nuk e kisha menduar asnjëherë Santa. Ka vite që më thonë të tërë që hap një studio, të merresh, ta përçosh. Shoh një energji të mirë aty. Nuk e di se sa e vështirë është. Janë fëmijët. As unë se kisha menduar kur veten se si do të isha në raport me fëmijët. Duke qenë se jam çik natyrë që profesioni më ka bërë të tërhequr, pra të shikoj atë veten time, dhe nuk e dija veten në raport me fëmijët. Vërtet kam rritur një djalë, por tash të jesh dhe një edukatore, se në këtë rast bësh edukatore. Jo, patjetër. Se kanë disiplinën ata. Sa moshash janë? Po, filloj nga 4 vjeç, në fillim kur u hap erdhën dhe 3 vjeç. Kështu që grupin e parë kam nga mosha 4 vjeç deri në 6, pastaj grupi tjetër 7 deri në 12 vjeç. Madje edhe prindërve ju bën shumë përshtypje, më thonë, ma si duron një prind, më tha mua, i thash, këtë nuk mund ta thuash, se para njerëz se sa nuk mund ta them dot për fëmijët. Por të falin kaq dashuri Santa, sa ti një lëvizje të vogël të bësh vetëm vindet të përqafojnë dhe mblidhen, aty bash, pastaj aq edhe të lodhin. Sepse fillojnë duan të tregojnë historitë e tyre. Pastaj kur ti sa do të ngresh pak zërin, sepse unë dua të mësoj me disiplinë që kaq të vegjël. Janë fëmijë të karaktereve të ndryshme, mos harro që po rritet një brez tjetër. Disi të llastuar. Pastaj
jeta bën të vetën, prindrit janë në punë, një pjesë e tyre vinë të shoqëruar nga dadot, një pjesë vinë nga prindrit. Pra, janë fëmijë që duan vëmendje. Dhe unë mundohem t'ja jap këtë vëmendje në maksimum si kur t'jem prindit tyre, sepse mendoj si për veten time, si për fëmin tim. Kështu që më ka kalitur një tjetër, po sjell një nadën në një dimension tjetër. Prind me shumë fëmijë. Që ti kur kthehesh në shtëpi nuk ke fare më fuqi fizike, apo edhe shpirtërore, mund të thuash që ti të kesh më kohë të diskutosh kur kthehesh në shtëpi. Jo, do të qëndrosh qetësi dhe vetëm të mendosh me veten tënde, se ta kanë marrë ata të gjithë energjinë. Por për aq dashuri që falin, e kanë të merituar. E kanë të merituar. E kanë dhënë shumë kënaqësi. Dihet ajo, jo vetëm. Por kam shumë përgjegjësi edhe me to. Patjetër. Kam shumë përgjegjësi. E shikoj veten sikur dua të bëj profesionist të vërtet, edhe pse neve po punojmë për hobi, jo për të bërë balerin. Unë për të marrë një fëmijë, për ta bërë një balerin të vërtet, më duhet të më mbushet mendja shumë mirë që të jenë shumë të talentuar dhe që ta kenë me shumë pasion, sepse vetëm me një pasion shumë të madh, ai fëmijë mund të përgjigjet kërkesave të enadës apo të një profesoresh tjetër apo profesori tjetër, maestroj. Dhe vetëm ashtu ai mund të arrijë të bëhet një profesionist i mirë. Dhe unë vetëm nëse ta shikoj një fëmijë apo të themi një vajzë apo një djalë që do të ketë të pasion, atëherë do ta marr me shumë kënaqësi për të punuar me ta, sepse i dedikohem shpirtërisht totalisht me veten time. Harroj pastaj çdo gjë. Unë nuk punoj për të ardhur ai një orë, punoj shkon më shumë se një orë. Për të dedikuar, dhe është përgjegjësi e madhe, sepse në fund fare kur ai të vi dita të dalë në skenë, do thua ky është nxënësim, o do krenohesh ose ndryshe pastaj. Edhe mentoria ime do thot. Po. Si e përkupizon veten ti, nëse do kishe 3 epitete për enadën, për veten, për enadën? Po, unë tani nuk mund të them, njerëzve ju dukem si një enadë shumë e fortë, por brenda jam shumë e brisht. Një enadë që është bërë shumë tolerante, që nuk ka qenë kur kaq tolerante, por më mirë, më mirë. Një enadë që po i shikon gjërat me shumë qetësi, për t'i marrë jetës më të mirat, dhe një enadë që po fillon të mendoj për veten, sepse gjithmonë ka menduar për të tjerët, pra ka vënë të tjerët në plan të parë. Pra kur them të tjerët kanë qenë njerëz e shtëpisë, njerëz e dashur, djali, të gjithë, patjetër që janë prioritet. Ka hierarki në momente të caktuara. Por që edhe djali tim i kam thënë, maja piramidës duhet t'jesh ti, edhe unë në këtë rast, maja piramidës duhet t'jem unë, dhe pastaj vinë të gjithë të tjerë me radhë, se kur jam unë mirë, janë të gjithë mirë. Pra, kur them maja piramidës duhet mendosh veten, dhe kur ti arrin të gjitha gjërat me veten, me të tjerët nuk i ke problem fare, pra, do të thonë, bësh një shembull i mirë, kjo është. Pra je një shembull i mirë për të gjithë, një model i mirë për djalin, për familjen, për të gjithë njerëzit që të rrethojnë. Dhe kjo është, dhe duhet të mësoj që të them jo. Tu do të ndalesha, e përdor shprehjen kur mos thuaj jo? E përdor. Por duhet të them jo Santa në shumë raste, sepse them vetëm po, edhe atëherë kur e di që nuk e bëj dot. E thua sepse ti e ndjen që e detyruar që nga ana profesionale. Nuk jam e detyruar, sepse më vjen keq që personi që vjen ke unë, që ndoshta beson, që ka nevojë për mua etj, të mos ja jap atë, me thënë, jon. Sepse ai vjen se ka një shpresë ke unë për një x gjë, apo ka nevojë për mua për këto, ose ka nevojë për një mendim timin, apo ku di unë, me thënë vjen. Nuk i them dot jo. Edhe nëse ka nevojë që është një gjë që se bëj dot unë, po e bën dikush tjetër, unë i them po, edhe do ta kërkoj në të gjitha format. Edhe nëse do t'i them pastaj më pas që nuk e bëra dot, po të paktën i kam thënë po një herë, se nuk e them dot. Një nga shfaqjet e 2025-s, e cila spikati për ty ishte fatalita.
që filloi në 2024 po projekti filloi në 2024 dhe u zhvillua pastaj në 2025 dhe mori një çmim në Itali. Të themi, për mua unë e quaj çmim sepse s'është e lehtë, domethënë që një vepër shqiptare, një projekt i këtij lloji të merret dhe të bëhet pjesë e një teatri të rëndësishëm siç është teatri i Palermos në Itali, një nga 3 teatrot më të rëndësishëm të Europës. Nuk ka ndodhur asnjëherë, fati më qelloi mua, mund të qelloj diku tjetër më vonë, por në këtë rast më qelloi mua. Sigurisht edhe për fatin sepse bashkëpunëtori im ishte koreografi Toni Candeloro, i cili është një koreograf dhe balerin internacional dhe me njohjet e tia, pra oferta ju bë Tonit. Dhe Toni i tha, a mund të sjell këtë vepër? Dhe ata i pëlqyen dhe fati ishte që ishte kjo vepra që e ideuar nga unë dhe pastaj që në bashkëpunim me teatrin, sepse teatri investoi, ne ishim bashkëprodhues bashkë pra me teatrin, dhe mua më erdhi mirë sepse nuk shkoj vetëm si Enad, pra Enada si balerina e parë e teatrit, por vajta me teatrin. Me vete. Me vete. Dhe nuk ka gjë më të bukur që ti teatri i operës dhe baletit përfaqësohet në një nga teatrot më të rëndësishëm të Europës. Kjo është hera parë që ka ndodhur në këto 70 vite të themi teatr dhe mua më vjen shumë mirë që ka ndodhur kjo gjë dhe uroj tani që kjo fatalitat të rivihet përsëri. Dhe ishte një shfaqje vërtet shumë e bukur. Po, ka lënë mbresa dhe mua më vjen shumë mirë sepse është një shfaqje që sa po ka lindur dhe me thënë është shumë shpejt për të mos e rivën më pra. Është një embrion që do zhvillohet, mendoj që do marrë jetën e vetë edhe më dhe unë kam vendosur, me thënë, në këto objektivat e mia siç e nisëm sot që ta përçoj këtë sagën e këtyre figurave të rëndësishme. Unë nuk do ta them sot, por do ta them në një moment tjetër, sepse si thuhen gjërat që akoma nuk janë gati, por të thonë është më mirë të mbeten aty. Pra dua ta të zhvilloj. I beson të syrit keq, meqense e folëm edhe pekën çik të pjesën. Është mirë është mos i besosh, por unë i besoj. I beson? I besoj. I besoj edhe e kam dirë edhe ke vetja shumë herë. Tashi të themi nga të parët thonë që syri të hedhë në tokë. Të hedhë në tokë, ka burnamin, kështu që Enad, jam e sigurt që kjo pyetje që ka lidhje me anën profesionale tënde të shfaqjeve të zhbër, por cilat janë ato tipike që vërtet ty të kanë identifikuar dhe të nxorën në pasi prime balerina e teatrit të operës dhe baletit? Por mendoj që shfaqja e parë. Shfaqja e parë, Giselle me atë Linda, me atë Urrita, me atë Frym, me atë balet. Ai balet më ndoqi mua në rrugtimin tim të shkollës. Edhe çuditërisht, edhe kur vajta për studiuar jashtë, po ai balet të themi u punua nga mësuesja ime atje, e pastaj kur u ktheva, ai ishte baleti i parë që pra nuk e di. Prandaj tash çdo gjë ka një lidhje në këtë jetë. Pra nuk vjen asgjë rastësisht. Dhe jeta ma ka konfirmuar që Giselle të kanë ndjekur kudo. Ma kanë ndjekur kudo. Edhe nëse do të ndodhi një ditë që se ime motor nuk e pranon dot të thuhet mbyllja e karrierës se si duket. Por nëse do të ndodhi, sepse jashtë çdo gjë vjen në një formë shumë të bukur, pra dhe mbylljet artistike të karrierës vinë me një super shfaqje të madhe. Gjithmonë kam dashur me Gisellin, po dhe nëse nuk do të jetë Giselli, ka shumë vepra të tjera që mua më kanë rritur, më kanë bërë artiste. Janë veprat si Carmen, Fedra, Traviata. Pra, gjëra që janë të forta emocionalisht, artistikisht, dhe që të bëjnë të rrisin si artiste, pra që ka emocion, që ka drama të forta. Si që nisëm. Pa emocion, mendoj që edhe profesioni juaj nuk mund të ndihet ai. Nëse ti nuk arrin të përçosh emocionet, se ti nuk arrin të emocionosh publikun, dhe publiku nuk ti fal kot ato duar trokitje. Ti fal sepse emocionohet. Është vërtet. Sa kostume, sa veshje, sa fustane ke Enada? Shumë role? Shumë role. Rolet janë mbi 30.
Nuk I ruan? Pak, I ruaj të gjitha. Të gjitha. Unë nuk kam ruajtur filmimet. Por me shpresën që I ka teatri, dhe unë vazhdoj me këtë shpresën që I ka teatri, që them një ditë të bukur, po të kem nevojë do t'i marrë në teatr. Më vjen keq që nuk I kemi patur kushte dikur. Po dhe tani në fakt, shumë rrallë, jo vetëm ke garderoba, se do kalojmë aty, por dhe ke backstage-et. Ato janë shumë. Ato do ishin Po tani kanë vitet e fundit ka nisur backstage. Tashi ka nisur. Kanë filluar xhirime të tjera, mënyrë tjetër. Tashi ka nisur dhe prap nuk investoj shumë, po duhet investoj më shumë sepse më e bukur. Ato janë gjëra që do të mbeten memorie, mbeten memorie, janë momentet më të bukura, ato momentet e provave kur ti edhe rrshqet, edhe bie, po dhe të griset fustani, po dhe ku di unë, që se ndodhin gjëra pafund. Po dhe ato debatet që ndodhin me kolegu me cilin ti punon. Po këto janë gjërat me koreografin, marrëdhënia me koreografin. Janë gjërat më të bukura që mund të përjetosh. Dhe ajo që është që në fund fare ti të themi ta quaj keqardhje e kur mbyllet si pari është që ti ke punuar kaq fort 1 muaj, 2 muaj, edhe mbyllet me 2 shfaqje, me 1 shfaqje. Dhe gjithë ajo lodhje Shumë e vërtet. Ti nuk arrin, do me thënë të përmbushesh. Isha dje në një teatr dhe më erdhi keq. Është vënë vetëm 4-5 ditë dhe nuk ka data. Dhe ishte një shfaqje shumë e mirë. Do me thënë si mundesh që akoma në ditët e sotme një punë kolosale, 2-3 mujore të përmbyllet me 3-4 ditë. Kurse jashtë nuk ndodh, jashtë e vën 1 muaj të tërë shfaqjen, sepse atëherë edhe artisti rritet. Po dhe pjek. Bëhet e jotja, pjesa bëhet e jotja. Se prova sado që t'jetë prova toleron edhe një gabim, kurse në shfaqje tolerohen më patjetër që ndodhin incidente pafund, por shfaqja brenda vetes nuk toleron. Edhe ti me ndërgjegjen tënde nuk ja toleron dot vetes në shfaqje të ndodhi asgjë. Edhe kjo është e bukur, edhe ti në momentin që sa ke arritur të marrësh atë emocionin, sa ke arritur do me thënë ta pjekësh shfaqjen, ta bësh tënden, ka mbaruar shfaqjen. Edhe ajo është ajo plaga më e madhe që ti. Te pjesa kthehem edhe një herë te pjesa e garderobës dhe e këtyre. Shumë. A ke menduar ndonjëherë në një gjë që mund të krijosh me to? Mund të kesh në një projekt lezetshëm? Kam menduar. Që në fund të ditës edhe ti shijojmë dhe në tjerë. Po. Po duhet të shijoj edhe vetë. Santa I kam harruar çfarë ka. Dhe sa herë që fillojnë, sikur përsëritet një shfaqje, unë asaj shfaqje I qep një fustan të ri. Sepse e mendoj t'i vë këtë detaj, ta bëj më të bukur, ndryshoj edhe lukun, po, pra të gjitha. Dhe kam harruar dhe kur arriti hap, ndoshta kur hapen, se janë futur në një vend, janë futur 10, pastaj në një vend tjetër ka. Po pas kam dhe këtë fustanin. Pra ti harron që mundesh edhe ta veshësh edhe një herë, sepse ajo është veshur vetëm mirë s'mbahet mend. Mirë po, janë aq të bukura, njëri më I bukur se tjetri. Edhe I ruaj me shumë fanatizëm. Jam përpjekur disa njerëz të mi kërkojnë dhe nëse çdo gjë tjetër e jap, vetëm fustanet nuk jap. Të qepura besoj nga stilistë të njohur. Po këtu kemi Ardi Aslanin, kemi Joni Peçin, kam nga Rezarta Skifteri, kam nga Enadat Nikola, nga të gjithë, nga Melina Ballet, me thënë që më kanë bërë gjëra të jashtëzakonshme, por këtu janë fanatike që nuk I jap. Vepra arti, jo, nuk jep të jap. Jo, sepse I kam është një pjesë e identitetit tënd. I kam krijuar vet, I kam ideuar vet, I kam veshur në trupin tim, kanë marrë emocionin tim, pra I kam rritur me një emocion, pra, e quaj si një rritje fëmije këtë, dhe brenda këtyre fustaneve janë gjithë emocionet e mia, edhe nuk mundem t'ja ja paskurt. Pjesë e jetës tënde. Ja. E përmendëm pak më përpara raportin dhe marrëdhënien tënde me motrën, Rudin. Përmendë faktin që ajo nuk e mendon kurrë mbylljen skenike tënde. E lë kështu, me thënë të hapur, çdo gjë është në pafundësi. Si keni marrëdhënien të fortë nga ato motra që çdo gjë që ndodh gjatë ditës ja transmetoni? Po, kemi një raport të shkëlqyer dhe është bërë më I fortë në këtë 20 vjeçarin e fundit. Me rritjen gjithmonë, sepse të vogla ti ke motër vetë dhe në vogëli kemi qenë ato 2 natyra të kundërta. Një natyrë që I pëlqente të provonte çdo gjë. Rudi, më thonë, kam qenë stepur, doja një gjë dhe sakt. Rudi është natyrë Rudi është më vogël. Rudi është 2 vjet më vogël. Rudi është një natyrë që shikon vetëm zgjidhjen.
në çdo gjë, në çdo aspekt jetës, shikon vetëm zgjidhje, nuk shef asnjëherë problematikën. Në çdo gjë që më propozon mua, unë filloj gjithmonë, unë po prit, ja filloj problemi, thot. Ka doza optimizmit tën. Po, Rudi po. Rudi është optimiste, Rudi është njeriu që më mban me këmbë në tokë. Pse them këmbë në tokë? Unë me këmbë në tokë jam gjithkohës, por unë duke qenë se jam ëndërrimtare, unë fluturoj në ëndra. Ëndra artistike? Po, ëndra, po, sigurisht, prandaj tash, dhe Rudi më tërheq në tokë, thot, jemi në realitet, Rudi është realiste, Rudi është e drejt për drejt. Unë jam natyrë që duke mos e bërë të drejt për drejt nëse nuk dua që tjetër të ndihet keq, e mbaj unë përsi për të gjithë të pesh, edhe jam gjithkohës e qeshur, edhe mbaj për brenda dhe nuk i shfaqem. Rudi është e drejt për drejt, Rudi i thot gjërat ashtu siç janë, jo se unë nuk i them, por unë gjej formën për ta zbutur gjën. Rudi po më mëson të them jon, se thot duhet mendosh për vete, ti vë vete në siklet për të mos i thënë tjetrit jon. Gjithmonë aty kur duhet, Rudi është ajo që merr iniciativat për shumë gjëra. Rudi është një mbështetëse, është një këshilluese e jashtëzakonshme, por gjëja tjetër e mirë e Rudit është kjo, që më thot, më këshillon për çdo gjë, më jep mend për çdo gjë dhe në fund fare thot, vendimin do e marrësh ti. Kur ka raste që kam nevojë që vendimin të më marrë Rudi. Pra, ose ta marrim së bashku, po tjetë ajo vendimtarja. Kur nuk më ka ndërhyrë në asgjë. Vetëm ka qenë suport, vetëm ka qenë mbështetje, vetëm më ka hapur rrugët. Dhe një drejtim shumë i mirë. Shumë, është e butë, është e qetë, është fjalë pak gjithkohës në kuinta. Unë e quaj kuinta sepse neve në balet pra pas skenën e quajmë kuinta. Pra gjithmonë ka qenë, ajo ka qenë vizionarja e të gjitha gjërave të mia, pra që bëjmë ne projektet tona private, por asnjëherë nuk ka qenë ajo që thot jam unë. Gjithmonë ka ndonjë mbrapa meje. Është pjesa më e rëndësishme. Është motori që i ndez. Dhe nuk do fare ti thuhet as emri, nuk do fare të lakohet, të thuhet e dukshme, e padukshme. E ka në natyrën e saj këtë gjë, mua më vjen keq sepse ka vlera të jashtëzakonshme, edhe si njeri, edhe në punën që ajo bën. Por neve kështu jemi rritur në familje të thjesht, pa i trumpetuar gjërat, por t'i bësh punët mirë, puna flet vet. Bravo. Puna flet vet, nuk ka nevojë të. Pa kërkuar ndihmë ke askush, por t'ia dalësh vet, pa dëmtuar askënd. Një nga këshillat domethënë jemi rritur që mos të lëndosh askënd. Dhe unë sot e kësaj dite kam parim në veten time për të mos lënduar askënd. Në çdo lloj gjëje, nuk ka në çdo aspekt të jetës. Me thënë të jesh e kujdesshme. Ti jesh e kujdesshme në mënyrën si të flasësh, në mënyrën si të komportohesh, në mënyrën se si të sillesh, në mënyrën se si të veprosh, në mënyrën se si të marrësh vendimet. Pra, pa euforira, pa e bërë me bujt madhe apo ta bërtasësh çdo gjë, domethënë. Mund ta themi një detaj të vogël që në fakt Elket Islami është dekunat yt? Ti ke fluturuar ndonjëherë me Elket? Asnjëherë. Po pse Roani, po? Sepse unë jam frikacake si natyrë. Lartësia nuk e... Nga lartësia, po. Unë tash njerëzit do fillojnë do t'i bëjnë portalit. Unë as biçikletës nuk i jap. Pse se kam frikë. Po pse është frika? Që në vogëli unë kam qenë një familje me 4 biçikleta, kur atëherë s'kishte biçikleta. Pse? Sepse gjithmonë nga që unë i kisha vënë vetes qëllim që do të bëhesha një balerinë, nuk duhet të dëmtohesha. E ruajtur. Ruajtur, normalisht, po. Dhe kjo më ka bërë pakës frikacaki, që nuk e kam marrë asnjëherë guximin ta provoj, që ta mësoj, sepse ideja që do rrëzohem. Dhe për të mos plagosur veten, pra për të kujdesur veten në maksimum, i kam evituar të gjitha këto gjë. E përmendesh vazhdimisht fjalën për veten, me iden vetë. Po sepse kemi ardhur te ky. Pikërisht kjo do të delja që je në podcastin e duhur. Po. Mendoj që po. Ke folur pak a shumë disa gjëra për veten që ndoshta edhe si kisha thënë? Apo që në një moment tashmë je ndryshe dhe shikon veten më mirë akoma, shikon të maja jote si shtet, do të shikoj veten një herë dhe pastaj tjerë. Unë mendoj që
jam këtu ke ty me këtë logon e bukur për veten. Po jo, e kuptova. Po jam këtu për veten me këtë logon tuaj që keni. Tamam, sepse mendoj që tashti jam në momentin që për veten dua të flas. Jo vetëm që dua të flas, jo vetëm që dua të flas, unë kam munguar asnjëherë për të folur për veten, por mendoj që jam në momentin që Enada po merret me veten, po punon për veten, po mendon për veten, dhe siç thash më pak më përpara, kur mendon për veten, je dobishme për të gjithë. Dhe të fundit jemi, po doja dija edhe pak rutinën tënde të kujdesit ndaj vetes që ti ke në lidhje me kremrat, me trajtimet që ti mund të bësh, ato që të pëlqejnë vërtet të bësh, edhe në lidhje me trupin, se patjetër me gjithë të lodhje fizike që ke, njerëzit ndoshta mendojnë që bëj çuditëra me veten dhe kam ndonjë përkushtim të jashtëzakonshëm. I vetmi kushtim i jashtëzakonshëm imi është çfarë i fusën trupit. Pra nëpërmjet atyre gjërave që marr. Ky është gjëja më ekstrem që unë nuk toleroj ke vetja. Sigurisht do doja ta kisha luksin më santa, që pas çdo prove të kisha dikë që të masazhonte trupin, që të na qëndronte ky trupi, pra lëkura e trupit, që unë jam e fiksuar ke trupi, edhe pse ti më shikon gjithmonë të veshur dhe asnjëherë të zhveshur, dhe në skenë unë zhvishem më pak nga të gjithë, sepse mendoj që duhet t'jetë trupi absolut i kuruar, që ti ta zhveshësh, flas në skenë. Dhe do doja shumë që t'i kishim të mundësira, po nuk kemi në ato mundësira dhe ato lukset e mdhaja, por mundohem me veten time, me ato gjërat e mia. Rituale shtëpie apo? Shtëpie. I kam shumë të rralla këto, sepse edhe këto kanë koston e vet, Santa. Ti jemi edhe realist të themi, që kanë një kosto që unë mendoj që ato kosto ta vënë në diçka tjetër, në një udhtim. Shumë. Do doja që gjithë jetës time tani ti dedikoheshin vetëm udhtimeve. Pra çdo gjë ta shikoja veten time në udhtim, është pasuria më e madhe. Nuk të pasuron asgjë më shumë se sa një udhtim. Në gjithë shka. Në njohje, në eksperjenca, me njerëz që mendojnë ndryshe, që flasin ndryshe nga ty, kështu që është mendoj kultura më e madhe që mund të marrësh. Dhe dëshira ime më e madhe, përveç me thënë se do të pashu, është të qëndroj me njerëz të duhur, me njerëz që kanë kulturë akoma më shumë se sa unë. Nuk e mbaj veten për të jashtëzakonshme, por mendoj me bagazhin që kam, dua të zgjedh njerëz do me thënë që janë të formuar mirë, me një kulturë, por dhe më shumë se sa unë. Pra dua të zgjedh njerëzit më të mirë se vetja ime, Santa. Se vetëm ashtu, unë mendoj që do plotësohem akoma, do rritem, do zhvillohem, dhe jeta bëhet më e bukur, me njerëz të bukur, me njerëz me kulturë, me njerëz të pasur. Dhe pastaj, të kalojmë këtu ke rutina ime, me gjëra shumë të thjeshta. Ato gjëra që unë postoj, janë gjëra që unë i bëj në përditshmëri time. Jam shumë e thjesht, por thash, e mira e të gjithë gjës vjen nga brenda trupit. Dhe në fakt edhe neve në Onova e kemi si një filozofi të mënyrës të jetuarit shëndetshëm, të jetuarit bukur, po të jetuarit dhe me suplementet me cilësi, me pjesën e organike që janë vërtet fantastike dhe që kanë një rezultat. Kam dëgjuar dhe kam provuar, Kam provuar. Nuk e di aksonolin e ke provuar apo jo? Jo, këtë nuk e kam provuar. Të relakson. Kështu që mua e rëndësishme është që të jenë gjëra organike, që bëjnë mirë për trupin dhe që janë gjëra që rigjenerojnë. Të bëjnë një katarsis në shpirt, të themi. Ky aksonol është e vërtet që të bën një lloj pastrimi shpirtëror, ashtu siç mund të kemi produkte të cilat kanë lidhje me tretjen, ky të bën për qetësinë shpirtërore. Super, pra atë që kemi nevojë më shumë. Por atë që vërtet dita na jep ngarkesa të vazhdueshme, por që ne mundohemi ta menaxhojmë në mënyra të tilla. Super, jam shumë e lumtur. Nada, të falenderoj shumë për këtë të ngrohtë, të sinqert, isha e sigurt që do të ishte frymëzuese, e thash që në fillim, jo sepse unë të njoh, por sepse ti vërtet sa herë del ke mesazhe shumë të forta për të. Duken shumë të thjeshta,
Unë mendoj që janë shumë të thjeshta, por njerëzit në të vërtet ato duan. Janë ato që ne jemi vetë, që kemi jetuar, që duam të jetojmë. Dhe mbi të gjitha, më fal që ndërpreva, kur flitet për një artiste të kalibrit tënd, të nivelit tënd, mos i kaq modeste, realisht, njerëzit presin çfarë do thoshte Nada për shembull për pjesën e mirëmbajtjes vetes. Por ti e theshton aq bukur dhe thuaj që më rëndësishme se gjithçka është ajo që farë ham neve dhe ajo na transmetohet. Vetëm ajo, njerëzit po kuptuan këtë, t'jenë të bindur që nuk do smuren kur, nuk do kenë asnjë problem me veten. Duket sikur, si jam unë nuk e them unë, e kanë thënë të tjerët, e kanë provuar, unë po e provoj ke vetja ime prej vitesh, dhe fakti që jam gjithmonë mirë, kjo tregon që një ushqim i mirë të shkëlqen lëkura, Nada. Faleminderit. Jam e sigurt që njerëzit na ndjekën, nuk e di çfarë më kanë pritur për të biseduar me ty, por në këtë podcast do flitet vetëm për veten në aspektin e të jetuarit bukur dhe shëndetshëm dhe profesionalisht mirë. Unë uroj të absolutisht po. të kem thënë diçka që t'ju shërbej, por unë me gjitha që vlen, them unë, që vlen për veten time, por mendoj për ty që të kam i kesh edhe për gjithë, njerëzit duhet të mendojnë siç ke për veten. Po menduam për veten, nëse që shkon shumë Kur e vura këtë titull e mendova shumë mirë, pse më duk thash mos jam çik narciste, por jo. Mendoj që për veten po e nisëm ta dashurojmë veten në kuptimin e mirë të fjalës, sa duam veten, është sigurt që përpara se ta mbyllësh, ndoshta këtë mund ta futesh. Mua më vjen çudi që hera herës shumë njerëz më personifikojnë me emrin ambicioze. Kjo ka dhe më thënë më pëlqen, për hera herës më duket pakës edhe tendencioze. Që pse, sikur çfarë po bëj në një gjë që nuk shkon. Të qenurit ambicioze për veten do të thoshë që ti të kërkosh ke vetja. Kërkosh ke vetja më të mirën tënde, të bësh gjëra që janë vetëm në shërbim të vetes tënde për më të mirën. Dhe nëse unë jam ambicioze, më mirë duhet, me thënë për mua është një shembull, të kem përpara një model të mirë, një model ambicioz, mua vetëm më frymëzon. Dhe unë nuk dëshiroj dhe e kam thënë, unë nuk pres dhe nuk e kam në qëllimet e mia që domosdoshmërisht njerëzit të bëjnë si unë, të bëjnë si unë. Jo, përkundrazi, unë jam një person që unë dua të bëj vetë gjërat, siç dua vetë unë, dhe secili të ketë individualitetin e vet. Dhe nuk ka pse të bëj as si e Nada dhe as të veproj apo të kërcej, jo, secili duhet të jetë vetvetja. Dhe unë këtë ambicie që kam patur ke vetja e kam patur të tillë për të qenë e veçantë nga të tjerët. Për të bërë një gjë që dita bëj vetëm e Nada, a e bëj mirë. Më pak më mirë, nuk e di këtë. Këtë e ka treguar vitet që dita bësh shumë mirë, kështu që dua të jem një shembull i mirë për veten time dhe të qoftë edhe një shembull shumë i mirë edhe për brezin e ri. Për djalin tim dhe për familjarët e mi. Kaq. Pastaj nëse merrem unë si një shembull i mirë apo jo, këtë ja lëm të tjerëve, nuk është në qëllimet e mia, më beso. Të falenderoj edhe një herë. Edhe ishte një bisedë vërtet shumë e këndshme. Ne jemi mikesha bashkë, por ne ishim në të tjera nivele sot. Edhe shpresoj shumë që 2026 të sjellë të gjitha realizimin e dëshirave dhe projekteve që ti ke. Faleminderit që na ndoqët dhe do rishihemi sërish.